Lidhe me pyetjen që po e shtrojmë vazhdimsi nëse është bërë mjaftueshëm edhe në kuptim të angazhimit, po edhe në kuptim të prezantimit të vërtetës. Sigurisht në parim derisa kemi edhe 1656 persona për fatin e vendodhur, në cilin nuk dihet, ka ende punë për të bërë pavarësisht të arriturave të rezultateve dhe angazhimeve gjatë këtyre 27 viteve, po edhe në kohën në cilën jemi 27 vite pas luftës dhe mbasa dokumentare që u prezantuar me drejt nga disa prej familjarëve, po përballemi tani edhe me këtë fazën ose kohën e ndrimit të gjeneratave. Dhe po shohim që mrena familjeve të caktuara, kjo pjesa e dhimbjes dhe këto histori të dëmshme, histori tragjike, po barten nga brez në brez, dhe në regione ose në komuna të caktuar po krijohet pastaj edhe identiteti i caktuar i familjeve që vazhdojnë të identifikohen edhe me këtë pjesë të dhimbjes, po edhe të angazhimit të vazhdueshëm, me që për familjet që vazhdojnë të jetojnë me dhimbjen dhe anktin e pritjes, edhe në bazë dokumentare gjithmonë po e shohim që ta familjar nuk është që po jetojnë jetën e tyre. Jetën e tyre këta realisht po jetojnë për ata që vazhdojnë të na mungojnë. Rastisi që pikërisht sot koincidoi, prandaj edhe erdhëm me vonesë pak me kolegun, që ne të ishim në Deçan në një ceremoni nderimi për Din Cenaj, që është ende në listën e personave të zhdukur nga fund maji qershori 1998. Dhe me lejen e juaj, po i them pak fjalë sepse Din Cenaj është mesin e ushtarëve të QK-s që është listën e personave të zhdukur. Dhe tash historia e tij na kujton se ai dhe shumë luftëtarë ose ushtarë të QK-s u zhdukën pikërisht në mbrojtje të popullatës civile. Mbrojtje të dinjitetit, të jetës. Prandaj, në të kohë, këto diskutime, po edhe këto dokumentar, po janë një farë forme edhe nderim për gjithë ata që na mungojnë.